Olsi Bylyku rrëfen momentin më të vështirë të jetës së tij. Aktori dhe moderatori i njohur Olsi Bylyku ka prekur zemrat e ndjekësve me një postim emocional në rrjetet sociale, duke ndarë një kujtim të veçantë nga udhëtimi i tij i parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një foto të realizuar në Times Square, New York, si ndalet për të reflektuar mbi fillimet e tij dhe vështirësitë e para, kur gjithçka ishte ende e re për të fama, publiku dhe jeta artistike. Në xhep kisha $600. Me to bleva një fustan për mamin, parfum për babin, një bluzë për motrën dhe këtë bluzën Calvin që kam në foto. Më mbetën $50, rrëfen Olsi, duke theksuar se ajo që i qëndroi pranë në çdo moment ishte forca për të ruajtur shpirtin e pastër, pavarësisht ndryshimeve të mëdha që po i ndodhnin. Ai tregon se si, i lodhur nga shfaqjet, pa gjumë për shkak të ndryshimit të orarit dhe i mbushur me emocione, veshi bluzën e re dhe doli për të parë Times Square-in për herë të parë. Ashtu zbrita nga avioni i Amerikës, me $50, 3 dhurata dhe shpirtin, shkruan ai, duke mbyllur postimin me një reflektim të fuqishëm mbi suksesin dhe vlerat që duhen ruajtur në çdo hap.